أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد فالندريم ذا الأدرات تخوين الله جل جلاله i cilën na begatojmë me të mirat e shumta, salatat, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Do të përmendim sonte disa fjalë për një dietari të muslimanëve, Abil Faraj Abdurrahman ibn Jauzi, Allahu më shroft, nga libra e tij në një kaptin tek libra e tij Gjuetia e meditimeve dhe shqipërkthime në gjuhën shqipe, me një kaptin shënon nevoja e njerëzve për njëri tjetrin. Nevoja e njerëzve për njëri tjetrin. Thot: Mimma afadatni tajabrubu az-zamani annahu yanbaghi li ahadin أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا ما استطاع. Thot ajo që më ka vot dobi nga përvoja e jetës dhe që më ka mësu mua është se duhet secili prej njerëzve mos t'i shfaq armiqësi as kujt prej njerëzve sa të këtë mundësi. Pra duhet të mundohet se cili prej njerëzve në mundësit e ti mos mi shfaq armiqësi as kujt. Fa innehu rubbama yahtaju ilayhi. Për shkak se ka mundësi nesër ka me pas nevojë për çat person të cilit ja ka shfaq armiqësinë. Mahma kanat manzilatu. Pavarësisht se çfarë kategorie e njerëzve jeti. Na thot neve, pavarësisht ti çfarë gjendje je të kategorisë tënde, çfarë klase e njerëzve jeti, mos i shfaq armiqësi as kujt sa të kesh mundësi. Se ka mundësi, ke me pas nevojë për atë të cilët ja ki shfaq dhe ja ki paraqit armiqësinë. Edhe në qoftë se ti je me grada shumë të larta në këtë botë. Thot wa inna l'insana rubbama la yadhunnu al-hajata ila mithlihi yawman ma kama la yahtaju alla yaltafita ilayhi lakin kam min muhtaqarin ihtija ilayhi fa idha lam taqa al-hajatu ila dhalika ash-shakhs fi jalb an-naf'i waqa al-hajatu fi daf'i dhurr. Thot sa për njerëzve nuk i ka shku mendja se ka me pas nevoj për filanin. Dhe nuk i ka shku mendja se duhet me u këthyja filanit. Sa prej njerëzve të përullur, të nënçmuar në këtë dunja, apo thënë ndryshe njerëz që janë askushi në syrin e njerëzve, si ban hesap kërkush, thot, ama një ditë prej ditëve ka pas nevoj dikush për ta. Në qoftë se s'kemi nevoj, ka mundësi që nuk kemi nevoj për ta që të fitojmë dhe një të mirë, po ka mundësi kemi nevoj për ta që të largojnë një të keqe. Që të largojnë një të keqe. Thot, kjo ka qenë djetari madhë musliman. Këto fjallë që i folë këtë djetar, është djetar i rangut më të lartë për djetarët të muslimanëve. Kjo djetari muslimanëve, vetë sa me e ditë, kjo djetari muslimanëve, kur ka mojt ligjerata,
Në ligjëratën e tij kanë prezantuar 30.000 veta në ligjërat. Dhe në çdo saf prej safeve ka pas një person I cili u ka transmetuar fjalët e hoxhës atyre përmas, pastaj dikush tjetër atyre përmas, se s'kan pas mikrofon ata, alaykum selam. Kësi rangi ka qenë këtë djetari ma. Kësi kategorie ka qenë këtë djetari ma. E I folë këto fjallë. E kështë që ka thotë që këtë djetari ma. Që këtë njeri kolos I dijes, që vetëm kështu me abo ka mujtë me këtë punë shumë dhaja, thotë. وَلَقَدْ اِحْتَجَجْتُ فِي عُمُرِ إلى ملاطفة أقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف بها. Thotë më ka ndodhur mua në jetën time që kam pas nevojë me u sjell botë, me I marr me të mirë disa njerëz që kur në mend se më ka shkuar që kam pas nevojë me u bë kështu çtyre njerëzve. Çka dietari I madh, I kategorisë prej më të lartëve të dietarëve muslimanëve, thotë ka ardhur një ditë për ditëve që kum pas nevojë me do njerëz që në mend se më ka shkuar që kam pas nevojë për ta, që kam pas nevojë me I marr me të mire, me të butë, me I fol fjalë të buta, fjalë të mira, fjalë edhe kështu me radhë, për me kry ndonjë punë prej punëve. Po dije se paraqitja haptas I armiqësisë ndaj të tjerëve mundet njeriu me I pru të keqe, zarar, dam nga këndit që ati si shkon mendja. Për shkak se shembulli I atij I cili paraqet armiqësinë dikujna është sikur shembulli I atij që I ka nxjerr shpatën. Është sikur shembulli I atij që I ka nxjerr shpatën. E tash kur ti e nxjerr shpatën, ai nuk e di se çka kemi bëu ti me këtë shpatë. Edhe ai vepron pastaj. Ka mundësi në një armiqësi për armiqësive mes njerëzve, dikush me nxjerr armën apo, e nxjerr armën, ky e nxjerr me një të armën veç me etut. Ama personi që ka qarshia nuk e di se çka për çka e ka nxjerr. Ai të vret. Sa nuk e di që ti do dosh me etut, ose ti do dosh me plagu. Edhe kështu më radh. Allah na ruaj prej këtyre problemeve. Thotë shembulli I atij I cili paraqet armiqsinë të tjerëve është shembulli I atij që nxjerr shpatën. Dhe I vjen dëmi nga këndit që ati si ka shku asnjëherë në mend. فَيَنْبَغِي لِمَنْ عَاشَ فِي الدُّنْيَا أَنْ يَجْتَهِدَ فِي أَلَّا يُظَاهِرَ بِالْعَدَاوَةِ أَحَدًا. Është rrugës që personi I cili jeton në këtë dunja të mundohet dhe ban përpjekje në maksimum që mos t'ia paraqet armiqsinë askujna. Për shkak asaj që e përmenda deri më tash se krijesat kanë nevojë njëri për tjetrin. Njëri për tjetrin. Kjo fjalë e këtij dietarit të madh të muslimanëve mundemi na me paramendu se kush ka qenë e çfarë fjalë pas ka fol. Mirë po, në kokat tona duke u dash në maksimum na me e arsyetu këtë dietar, mundet me ndarë një farë këtë shkuptimi, apo. Për shkak se në shumë ajete kuranore, edhe në shumë hadithe, edhe në shumë ngjarje nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, neve shohim se si pejgamberi sallallahu u ka paraqit armiqsinë njerëzve, apo. Dashurinë dhe urrejtjen për të Allahut, dhe dashuria dhe urrejtja për të Allahut janë hallka më e fortë e besimit, apo. Hoxha nuk fol për këtë kategori të armiqësive. Hoxha fol këtu, ky dietari musliman fol këtu për kategorinë e problemeve të inateve ndërmjetësve që ndodhin në mes të muslimanëve. Këtu nuk është puna tash besimtar dhe jo besimtar. Se do fol për këtë çështje. Këtu ai që ka mundësi me shfaq armiqsinë. Edhe urrejtën ndaj tyre, por shka kufrit dhe shirkut që ja bën Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo vepër është e lavdruar dhe është prej veprave më të mira te Allahu subhanahu wa taala. Këtu nuk kemi duke fol për armiqsinë që ndodh në mes ehli sunetit dhe pasuesve të bidatit. Ai i cili I bën demand bidatxhive dhe u shfaq armiqsinë atyre për shkak bidatit që ata e kanë,
këtu nuk kena të fol për këtë tematikë. Se kjo duhet mi dalë dikush karshi bidatxive, jo besimtarve, që tua tregon njerëzve rrugën e kriminalëve. E kriminalet më të mëdha janë ata që i bëjnë shirk Allahut subhanahu wa taala. Pastaj në gradë të dytë kriminalet më të lartë janë ata që shpikin në fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe bëjnë ndryshime në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është rruga e kriminalëve. Për këtë rrugë të kriminalëve ne jemi obliguar që ta bëjmë bejan. Allah tha në Kur'an dhe na kështu i shpjegojmë ajetet tona që të bëhet qartë rruga e kriminalëve. E kur të bëhet e qartë rruga e kriminalëve, këtu domosdoshmërisht, automatikisht ti ke shfaq armiqësi dhe ata kanë më shfaq armiqësi tyje. Nuk kemi duke fol për këtë kategori. Hoxha fol këtu për kategorinë e problemeve ndërvllazërore që ndodhin në mes muslimanëve. Që të mundohemi në maksimum mos ta shfaqim armiqësinë, problemin, mëllefin, nervozën, karshitjetit i cili XX ka mundësi në ka gabu neve, ose na i kena gabu atyre. Pse? Për shak se ka mundësi të nesër më keme pas nevoj për atë. E në qofë se ja ki shfaq armiqësin, edhe në qofë se ki shku me armiqësi skajshëm, s'kelan as një derë hapur. Dhe kështu s'kan qenë gjeneratët e para të muslimanëve. Pavarësisht problemeve të mundshme që ata i kanë pas me Zoti, e kanë pas një urë lidhse, e kanë pas një derë hapur. Ne e dim që kategoria më e lartë e njerëzve tek muslimanët pas pejgamberëve të Allahut janë sahabët, janë tabiinët, janë tabiin dhe pas tyre janë dietarët e muslimanëve. Apo? Ka qenë një prej dietarëve, pa japim një ilustrim të një ngjarje që ka ndodhur në historinë e muslimanëve. Ka qenë një dietar Al-Waki' ibn Jarrah. Ka qenë prej dietarëve, prej nxënësave të Ameshit, Sulejman ibn Amesh. Dhe ka qenë prej dietarëve, hoxhallarëve të Imam Ahmedit. Dhe dietarët kanë fol fjalë të mëdha për këtë dietar të madh. Al-Waki' ibn Jarrah. Ky dietar i madh i Kufës merr udhtim për me shkue në Mekke. Dhe kur arrin në Mekke, mlidhen njerëzit dhe dëshirojnë me ndëgju një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe fillon me u tregu një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që hadithi është i dobët. Ka në transmetim ka ndërprerje. Dhe hadithi është i dobët. Dhe me kanë thënë dietar, këtë hadith e ka transmetuar për përkujtim të njerëzve. Për me përkujtu Allahun, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kështu me radhë. Për me i këshillua, për me i ngjall zemrat. Mirë po, gjatë transmetimit të hadithit njerëzit s'kan mujt me mbajt. S'u kanë përballu këtë çka është duke folë këtë dietar. Ky ka qenë dietar i madh. Për dietarëve të Imam Ahmedit, që e kanë madhnuar shumë dietarët e Imam Ahmedit, si Imam Buhariu, si Yahya ibn Ma'in dhe dietarë të tjerë. Pse ka qenë për dietarëve transmetuesve të hadithit për muhadithave dhe ata që janë transmetues të hadithave dihen se çfarë dashuri kanë pas për Allahun dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, ky dietar transmeton një hadith. Në këtë hadith, e transmeton hadithin i cili është i dobët, në të cilën thuhet që kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkoi Abu Bekri ja hapi fytyrën, e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha tibta hayyan wa tibta mayyitan ya Rasulullah, ke qenë i mirë, i bukur, edhe i gjallë, edhe i vdekur, e dërgumi i Allahut. Thot dhe xhenazat çndrojnë një ditë dhe një natë. Dhe filloi me ufruj barku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë transmetim, i dobët është. Edhe ka në hadith me u paraqit të kalbura në gishtin e vogël. Kur e kanë dëgjuar këtë hadith, banorët e Mekkës s'u kanë përballu. Janë ngritë dhe kanë shku te përgjegjësi, te guvernatori i Mekkës. Me të regu sa, hape shka është të folë ki për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A kur na e dim që
ai tiptan hayyan wa mayyitan, ka qenë i mirë, i gjallë dhe i vdekur, aty çish ka vdek pejgamberi sa edhe tash ashtu është në varrin e tij. Në qoftë se kjo gjendje kështu ne kam mësuar sa neve për shahidat, po parano për pejgamber, parano për më të mirë pejgamberëve. E ngritin çështjen te për guvernatori i Mekës, o guvernatori bëhet nervoz, edhe dojnë me kryqëzu dhe me vra. Ka qenë dietar i madh, kolosi i Kufës. Ka qenë guvernatori i Kufës, dietar i madh, s'ka qenë njëri thjesht. Guvernatori ka vendos me vra. So s'mundet një dikush me thonë këtë fjalë për nuk e thot këtë fjalë për pejgamberin se s'e vetë dikush që e urrejn pejgamberin e cila. Për mendot farsfrove. Ka qenë e njohur në atë zaman që shkolla e Mekës dhe Medinës kanë qenë fërka, kanë qenë probleme me shkollën e Kufës. Kanë qenë probleme. Çfarë probleme? Në polemika. Janë hangër në polemika. Ka pas polemik mes tyre, ama polemika ka qenë e rëndë, ka qenë polemik e thjeshtë. Dhe ka pas për tyre që kanë pas edhe armiqësi dhe hidhrime. Ta ashtu në Mekke, imam i Mekkës është Sufjan ibn Uyeyne. Sufjan ibn Uyeyne me Al-Waki ibn Jarrah kanë pas të hangër me të meseleve. Janë përlau për mesele. Mirë po, këtu del pa atë që te ka merret. Do të dytë kanë qenë të Ehlis-Sunetit dhe Xhamatit. Do kanë qenë të dytë dietar të Ehlis-Sunetit dhe Xhamatit. Kur vjen këtë flov, Al-Waki ibn Jarrah i thot bashkëudhëtarit vetë që ka pas, do të më bëjë diçka. Me apo çarën sos. Kena më zgjutuar. Thot, kena më shkruajt Sufjan ibn Uyeynes. Kena më shkruajt Sufjan ibn Uyeynes. I shënojnë, edhe shkon Sufjan ibn Uyeyne, i fol guvernatorit, s'merr laf, sa laf. Sufjan ibn Uyeyne ka qenë imam i Mekkës, imam i dy haremeve, dhe i Mekkës dhe i Medinës. Kolos i dijes. Megjithatë guvernatori s'ha laf. Shkon dhe këshillon fjalën e fundit, përfundimtare. Thot ky dietar, o njëri madh. Baba i tij është punëtor i guvernatorit në Kufe. Kufja është në Bagdad, me njerë të khalifja. Mund me të bëdë një problem me i bëgë një diçka. Me ja dhe gjakun tina, familja e ti qohët atje në Kufe, të shkojnë të khalifja, ty të bëjnë problem. Ma mirë lëshoje. E bindë. Edhe lëshojnë. Edhe sa e lëshojnë Al-Waki ibn Jarrah nisët për Medine. Kur nisët për Medine, banorët e Mekës nervozohen. Pse se ekzekutuan? Ky për pejgamberin sa më ka fol, zguxon me alam ka të lirë. Ju shërojnë banorëve të Medinës. Kur të vjen filani, mos e vet një guvernator hiç, ka tani gurzojnë më një. Se vetën ai iki. Atnat që del prej Mekës Al-Waki ibn Jarrah, guvernatori gjithë natë se zgjumë. I kujtohet një transmetim prej sahabeve që i kanë hap varrezat e shahidave pas 40 vjetëve dhe kanë qenë trupi tyre s'ku me pas dek tash. Të lëvizshëm, të freskët. Thotë qofse kjo për shahidat, për pejgamberin Islam, pse se ekzekutova? Atëherë Sufjan ibn Uyeyne dhe dikush tjetër i bin trak, dhe disa të Medinës i bin trak se çka është duke ndodhur, i shkruajnë letër Al-Waki ibn Jarrah, mos hajde në Medinë, se nëse vjen në Medinë kam të ekzekutuar. Mos hajde hiç. Merr vesh Harun Rashidi, halifja. E thirr Sufjan ibn Uyeyne rahimahullah, edhe e thirr Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Rawat. Më u këshillua për meselën e Al-Waki ibn Jarrah. A me ekzekutu, a mos me ekzekutu. Folni ju, çka të vendosni ju, këna me bëma. Ky i pari, Abdul Majid ibn Abdul Aziz Rawat, ibn Rawat, thot du të me ekzekutu se këtë fjallë duke fol veç se dikush i cili e urrejnë pejgamberin e Islam. Mes Al-Wakiut edhe këti vjetarë kanë pas probleme shumë kanë pas. Janë hangër mesele. Atë shumë ka arrin ka thonë me ekzekutu më njerë. Sufjan ibn Uyeyne, imami i haremit të Mekës, i ka thonë Harun Rashidit, o halife musliman, kjo dihet, kjo është njashme, transmetohet, se ka shpik për kënës vetë kje, e ka një për dikuj tjetër.
Nuk është diçka që ka thonë për vetës. E ka një, e ka thonë, ka gabue, edhe te kalon sotën edhe shpëton. Kanë thonë dietar. Qyre gjendja e Al-Waki ibn Jarrah edhe Sufjan ibn Uyeynes. Këtë armitësi dhe problemet që ata i kanë pas mes vete në rrahjen e argumenteve se cila mesele qysh është, e cila në shumë raste ka arrit kulmin, sa ka mujt më arrit kulmin këtë çështje, ka arrit kulmin deri në atë pikë sa që ka pas raste pasuesit e mëdhëbit Hanbeli si kanë dhënë vajs pasuesit e mëdhëbit Hanefi dhe e kundërta. Shafiit si kanë dhënë Malikive, Malikit si kanë dhënë Shafiive, si kanë dhënë Hanefive, deri këtë drejtë. Do thonë, kjo urrejtë ka shku deri në çfarë drejtë që Hanefia hyj sni, ti Hanbelia hyj sni. S'ka as nuk të marr, as nuk t'ja. Deri këtu ka shkuar. Kjo është pasimi i teprum dhe i urryer te Allah dhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, e kanë pas një farë dere qelë. E kanë lënë një farë urë lidhse mes tyre. Pse? Për shkak se ka mundësi një ditë me pas nevojë për ta. Pavarësisht problemet që i kanë pas mes tyre, një ditë ka mundësi me pas nevojë për ta. Shembull këtyre dietarëve na mëson neve se në problemet tona të mundshme që neve na ndodhin, pavarësisht kush është gabimtari, duhet me lënë një derë, duhet me lënë një urë lidhse mes neve. Jo me shku armitësia e skajshme. Jam duke thënë, në qoftë se supozimisht ndodh që ka problem, ke bë padrejtësi ose të është bë padrejtësi. Nuk jam duke fol për ato rastet që janë shumë më përparësore që me pas kujdes, të cilët e vejt filanin. Pse nuk e do filanin? Se di. Pse urrejnë filanin? Se di. Nuk e ka idejnë pse. Pse bojkoton filanin? Se di. Qështu ka po atmosfera dhe krejt qështu po shkojnë. Këto raste janë edhe më përparësore dhe pas kujdes. Jam duke folë në raste kur ka problem. Jam duke folë në raste kur ka padrejtësira, kur ka shpifje, kur ka zullum, kur ka te kalim kufive. Në këto raste me loni dirë qërë. Pse? Se ka mundësi nesë me pas nevoj për një tjetër. A në qoftë se shkojmë me një armitësi të skajshme, me qëfar ftyre nesë mina me jatrokit derën dikujna? Tha Allahu subhanahu wa ta'ala, wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a. Nuk janë barabarta e mira dhe e keqja. S'janë barabarta, nuk janë të njëjta. Ai që bën padrejtësi dhe ati që është bë padrejtësi, s'janë të njëjtë. Ai që shpif diçka dhe ai për të cilin është shpif, s'janë të njëjtë. Nuk janë të njëjtë. Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a. S'janë të barabarta e mira edhe e keqja. Idfa billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالله جل جلاله të keqen, shpifjen, padrejtësin, zullumin, intrigat, orfatet për të keqe, të tjerëve ndaj teje, idfa billati hiya ahsan, largoj me atë e cila është më e mira. Largoj me atë e cila është më e mira. Pse? Për shkak se kjo armiqësi që ndodh mes ty dhe të tjetrit, pavarësisht ti apo ai është gabim, në qoftë se veprojnë në këtë mënyrë, do të shndrohet në miqësi. Do të shndrohet në miqësi. Kanë thënë dietar, për shembull ti e din që dikush ka haset. Mënyra më e mirë për me pushu hasedin e atij ndaj teje, është ti mi bë mirë atina. Shumë më. Unë mi bë mirë atij, ai më ka haset, pi atij jam të pos zullum ta njëjtën, mi bë mirë. Ama çfarë thot Allah subhanahu wa taala? وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Ama me këtë cilësi, me këto tipare, janë të begatuar, janë të zbukuruar
sabërlit. Me këto tipare janë të begatuar njerëz, kategoria e lartë e njerëzve. Jo se cili. Jo se cili e ka mundësin, jo se cili mundet të keqën që ja ban dikush me akthime të mirë. Kjo është e randë. Kush e ban këta? Këta e ban kategoria e lartë e njerëzve. Shtresa e lartë e njerëzve. Kush e ban këtë? Këtë e bëjnë durimtartë, të cilët me këtë vepër kanë për qëllim kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Thotë Ibn Kaimi, një prej veprave më të mira me të cilën ti mundesh me ndal hasedin e të tjerëve ndaj teje, është ti më u bë mirë. Kjo është më e mira, më e forta. Më u bë mirë atyre. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Thotë kjo armiqësi që është mes teje dhe atij shndrohet në miqësi, shndrohet në doslëk. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu i ka robru njerëzit. Çfarë kuptimi i ka robru? Duke u bë mirë. Ata kanë bë keq, kjo ka bë mirë. Kur dikush të bën keq, e ti bën mirë, o e robron, e sakaton e pkut keq. Me i bot ti dikujna keq. Me i bërtit dikujna ti. Me i bërtit, që? Thjesht, me u përmledh me të keq. Edhe ta kthen me të mirë. Po të mirë, të sakaton, të pkut, keq të pkut. Ama kjo cilësi është cilësi e lartë e besimtarëve. A ndodhin të besimtarë që mos me pas mundësi me bë kështu? Ndodh, ka mundësi me ndodh. Ju ka ndodh shokut pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I ka ndodh Abu Bekrit radhiyallahu anhu. I ka ndodh Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, shkon me tej. A më janë kthy më një herë. Nuk ka problem, janë ndodh. Çka më bën? Mu kthy më një herë. Mu pendu te Allahu xhalla xhelaluhu. Mu mundu me arrit me qenë prej kategorisë së lartë të njerëzve, prej shtresave të lartë të besimtarëve. Jo me qenë thjesht, jo me qenë me tipare të këqija, pas të cilave nuk pendohemi, po mu pendu dhe me synu për më mirë. E dim rastin e shpifjes që banën Aishës radhiyallahu anha për zina. Një prej atyre i cili e shpërndaj që shpifje ka qenë Mistahu, të cilin Ebu Bekri e ka majt me bukë e ka majt. Ka qenë nevojtar. Ebu Bekri është kujdes për ta. Kanë thënë dietarët, në qoftë se dikush kujdeset për dikan, kujdesi ka për ta. Dhe personi ndaj të cilët i është shtru kujdesi, ndëgjon ose shef diçka në shtëpinë e personit që është duke i ndihmuar, prej burrnis, prej drejtësisë, prej moralit të mirë është me ul kryen, me mshël gojën, me u bë se s'ka pa kur gjë. Dikush të ma ty me bukë. Edhe ti pa prit ma shef diçka jo të mirë tek shtëpia e tij. Apo prej burrnisë është, bosh ku si ke bë. Bosh kështë nuk e ki ni, bosh kështë e ki pa. Pse? Pa jo të të majtë me bukë ty. Ta njëtë të të majtë ty me bukë, edhe ti tash me shpërndo muhabetin që është në shtëpinë e ti, që është jo i bukur, nuk o bukur apo. Para me ndo me shpërndo diçka që hitë s'ka ndo. A i të më me bukë, dhe ti shpërndo diçka që nëse nuk ka ndodhë. Shpifja për Aishën radhiyallahu anha. Abu Bakri nervozohet, ka qenë njëri i dhaj. Edhe vendos që mos minimum. E Allahu xhël xhelalu u zbret ajete, Kur'anin që lexon deri në Kiamet. Dhe këshillon Abu Bakrin. Edhe i thot Allahu Abu Bakrit, a nuk don që Allah më ta fal tyje? Thot bela, po dua Allah më fal mua, edhe shkon prej nesër, edhe investon atë te misto. Dhe vazhdon mu kujdes për ta. A kena tash parasysh çka ka ndodhur ajo? Dikush me i thon çikës tane se është lavire. Kjo nuk se ma shpirt njëri. E paramendo kjo qika jote më konë gruaja hoxhës. Kjo s'mata, le ma keqët. E paramendo kjo qika e këti personi ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ma e dashura prej grave. Për cilën Allahu ka zbrit ajetin mbi çka ka qenë e ka pasur për shpifjes. Apo kjo është shumë e rëndë. Wala yulqaha illa alladhina sabaru. Wama yulqaha illa dhu hadhin adhim. Ama këto cilësi nuk i ka dikush pos sabërlive,
Këto cilësi nuk i ka dikush pos kategoria e lartë të njerëzve. Ebu Bekri ka qenë prej kategorisë më të lartë të njerëzve që kanë jetuar në këtë dunjë. Jo të sahabët, në dunjë që kanë jetuar. Njerëz më të mirë në dunjë, cilët janë? Pejgamberët. Apo? Gjenerata më e mirë prej njerëzve, cila janë? Sahabët. Tek sahabët më i miri, Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Kategoria e lartë. E ka përballu, e ka hangë, e ka përtyp të poshtë, edhe ka vazhduar për të më ndihmu mistakun. A ka ndodhë gabimi, janë këthy me njëherë. Janë përmirësu me njëherë. Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Prej sahabive të mëdhej të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fisi vet, kabilia vet, i kanë thonë, hajde falë namazin e acis me neve. Dili imam, na fal namazin, na fal. Ka thonë, ja, du me shku me falë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shtu e pa shansë me shku me falë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, po ka me shku me falë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas e ka marrë mu falë me juve. Ka thonë dietar, ka marrë mu falë me juve, ky ka falë recat nafile, për ata ka qenë fars, për këtë ka qenë nafile. Muadh ibn Jabal. Mirë po populli vet, fisi vet, njerëz punëtor me dele, me deve, me punë të lodhshme. Edhe vjen Muadh ibn Jabal lidhet namaz. Allahu akbar. Edhe janë nis me zgat namazin. A kuptojmë se çfarë gjendje Muadh ibn Jabal. Pyet pejgamberin sa më ka, iman full. Edhe këta tjerë fisit kanë qenë sahabi, kanë qenë. S'kan qenë tabin, sahabi kanë qenë. Mirë po kanë qenë sahabi me punë të lodhshme, kanë punu me punë pazar, me tokë, me deve, shumë rrallë. Janë lodhë në skapit. Plus namazi acis, namazi i fundit, atjes nuk jetë shpirt, fundësh, finishi, i ditës. Janis Muadh ibn Jabal, namaz të Allahu akbar, edhe zgat namaz. Njani prej namazlive, del pi namazit. Del pi namazit, shkron me një qosh, e fal jacin shkurt, edhe i merr i kryen do punë që i ka pas pa kry, me devë, me punë që i ka pas. Kur e kryen namazin, i kallzojnë Muadh ibn Jabalit. Hitojnë filane që shtu. Ka thonë Muadh ibn Jabal. Ka thonë munafik është ai. Munafik. Mos e ka durur Muadh ibn Jabal namaz ka vëllazni, namaz, ja gjatësin, ka dosh punë knaq. Ka thonë munafik. Ka marrë vesh. Ka marrë vesh ky njeri që Muadh ka thonë për ta munafik. Edhe ka shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë Rasulullah, na popull që punojnë, lodhmi, raskapikmi. Hina namaz, Muadh e zgati namazin. S'kena mundësina me qëndru gatë. E prisha, e falë namazin shkurt, i ka thonë, me shka ki falë shkurt, me se bismi rabbike l'ala dhe shemsi vë dhuhaha. Këto të dyjet, kjo konë shkurt për këtë sahabi, më shkurt, për neve janë të gata këtë sure. Se bismi rabbike l'ala, gati se një faqe. O shemsi vë dhuhaha është pak më shumë se gjithë faqe. Për neve janë të gata, së nëjna mësu, inna atajna dhe kulë vallaj me lezove. Ky sahabi ka thonë, e lezova me këtë sure, edhe hyta punët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e është drejtu Muadhit edhe e ka kritikuar. Ka thonë, tja fitnegjia. Ty të bo fitne njerëzve. I të bo problem njerëzve. Që kësa sahabi i ka thonë pejgamberi sallallahu ama le ta dije Muadhi nëse kur takojmë me armikun se çka ka mendov. Kallon një periudhë kohore edhe ballafaqohen muslimanët me jo besimtarët. Që ky personi për cilën ka thonë Muadhi munafik, beshehit. Edhe për anësa me thirë Muadhi, të testu. Shka u bë puna ati hasmit tanë dhe hasmit tem? Hasmit tanë edhe hasmit tem. Kështë e ka qujtë për anësa? S'ka qenë hasmë, e sahabi kanë qenë to, vlazni kanë qenë. Po ajë që patar mua në kub me problemin që ki po ti. E Muadhi ka qenë në zanë si pejgamberit alayhis salam. Çka u bë puna me ta? Tha Rasulullah, unë kam gabu, ai ka rashë. Unë kam gabu, ai ka rashë. A mu i kam mendodh edhe për një sahabis me thonë për një musliman a gjenë munafik? Mu në mendodh. Në gjami kanë qenë të përla.
Kur ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ndal Ubej bin Selulin, kanë thonë disa prej fisit tjetër, ja Rasulullah, çfarë sopi fisit ton tre orë kur shohë sosi punën. Çfarë sopi fisit tjetër, që vllazërit tonë ata na sosin punën. Është çuni sahabi ka thonë, s'mund kërkush më prek, për pak ka fillu lufta. Lufta mes Auzit dhe Khazrejit në xhami. Ka thonë pasam lejnë ke. A ka ndodh. Ama a kanë qenë të vazhdueshëm? Ja, s'kanë qenë të vazhdueshëm. A ndodh prej muslimanit, prej besimtarit me pas një skenë fotografi të keqe në raport me të tjerit? Ndodh. Nuk është kërkush i pastruar total për kësaj mesele. Mirë po, cilësia e besimtarit është që mos me qenë i vazhdueshëm në ta. Sot për fat keq, pjesa dërmuese e jona jemi kështu. Marrim me një anë edhe mos ka kush me na kthye. A ka mundësi problemi për cilën na po diskutojmë, ka mujt më u kry veç me një fjalë. Tamam, çkaç. Veç me i thon tjetrit, tamam. Ose veç po, ose veç jo, ose veç halal, çaç, ose s'mo vet. Me çka shkryhet. Për çka të një fjalë bëhet një armiqësi e skajshme që nuk lam një derë të hapur mes neve, a ka mundësi ne që kena pas nevojë për ta. Ose ai ka me pas nevojë për neve. E Allah po thot, idfa billati hiya ahsan. Ktheje me atë e cila është më e mira. Posaçërisht në raport me të afërmit, në raport me familjen, raport me bashortën, raport me fëmijët, në raport me nanën dhe me babën, raport me motrat dhe vllaznit, në raport me kushërit, dajt, hallat, tezet, në raport me këto, kujdes shumë të madh. Këto të cilët kemi hak ndaj tyre dhe kanë hak ndaj neve. Të mundohemi në maksimum, që ose ndodh një familjar me na ndërprej neve, na du të me i lidh lidhjet. Mos me thonë, ti mua, po tamam, hajt. Jo, nuk o kështu besimtari. Që ose shpif dikush, gabon dikush, ban padrejtësi dikush, në maksimum, mos që shfaqim në armitësin. Se edhe që se na e shfaqim armitësin, mshelë më dhega. S'ka mejt më rahmeti. Po sa qërish me këto njerëz të cilët jemi të afërt, që kemi hak ndaj tyre, që kanë hak ndaj neve, të mundohemi në maksimum të i rujmë lidhjet tona. Elusim Allahun që Allah të na bën prej muslimanëve të mirë pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun që Allah të na bën prej muslimanëve të lehtë, jo të rëndë në karakter. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allah të na mundson të falim ata që kanë bërë padrejtësi dhe gabime ndaj neve. Allah të na i falë gabimet dhe padrejtësitë që kanë bërë para neve të tjerëve. Elusim Allahun që Allah të na mundson që mos të vdesim para se me shku me lip halallëk ndaj atyre të cilët kanë bërë padrejtësi, për shkak se atë ditë s'kanë pas as dinar as dirhem, atë ditë kanë marrë punë të mira dhe kanë më dhënë punë të këqija para Allahut subhanahu wa taala. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.